Në një familje me tradita patriotike, Iliri herët krijon bindjen se vetëm lufta çlirimtare mund ta shpëtonte Kosovën dhe popullin e saj. Me këtë ide, Iliri bashkë me një grup shokësh në vitin 1991 formon grupin ushtrako-politik Shqiponjet, pjesëtarët e cilit pas 4 muajsh ushtrimesh psikofizike dhe ushtrake ndërmarrin aksionet e para të armatosura në Podujev dhe në Prishtinë. Pas formimit të shtabit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës të zonës operative të Llapit, Ilir Konusheci emërohet zëvendës komandanti i kësaj zone dhe bëhet bashkëpunëtor më i ngushtë i Shqiponjës së Llapit e të Gallapit, komandantit Zahir Pajazitit. Iliri ishte antar i shtabit përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, oficer i lartë komando dhe udhëheqës i shkath i logjistikës. Në kuadrin e aktiviteteve për shënimin e një vjetore të rënjës së dëshmorit të Lirisë, Ilir Konjushevcit Mërgimit, sot organizuar nga Lëvizja Popullore e Kosovës në Pallatin e Kulturës në Tiranë, u mbajt një tubim përkujtimor për martirin. Shok e bashkëluftëtarët të tij, Agim Hyseni, Dilaveri, Çema, Driton Avdiu e të tjerë, përkujtuan figurën dhe veprën atletare të Ilir Konjushevcit dhe nderuan kujtimin për te. U kujtua kontributi jashtëzakonshëm i Ilirit në organizimin e demonstratave të vitit 1987, 88 e 89 në Prishtinë, Podujeve, Ferizaj dhe sidomos roli i tij në organizimin e njësiteve të para guerile në Llap e Gollap. Iliri ishte bashkëluftëtar dhe zëvendës i komandantit të parë të zonës operative të Llapit, Zahir Pajazitit dhe shok i dëshmorëve Hakif Zenullahu e Edmon Hoxha, idealin e cilve e lartësoj deri në ditën e fundit të jetës. Tubimin e përshëndeti edhe zëdhënësi i qeverisë së bërkohshme të Kosovës, Jakub Krasniqi, i cili duke nderuar dëshmorin foli edhe për momentet dramatike në për cilat po kalon Kosova dhe ftoi për unitetin e të gjitha forcave në luftën për çlirimin e atë dheut. Kosova është një plagë e hapur, një dhimbje e madhe që kërkon bashkimin e sinqert e të gjithë atyre që dëshirojnë luftën për liri, që dëshirojnë ardhmërinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në emër të familjeve të dëshmorëve, tubimin e përshëndeti Ramiz Ladrovci, kurse poeti Gjok Beci ftoi shkrimtarët dhe artistët tjerë shqiptar që për Kosovën të luftojnë me artin e tyre dhe deklamoi vargje për Kosovën. Kënga e Osman Kelmendit, ndërkaq i dha krah frymëzimit të pranishmëve për të vënë në mbrojtje të atë dheut. Në përfundim të tubimit përkujtimor, pjesëmarrësit u nisën për në varrezat e Sharrës, ku prehet trupi i martirit Ilir Konjushevci. Të nderuar